Por nga po. Jo, thjesht duke qenë se jemi këtu te programi, dua të them këtë që edhe nga krau tjetër, të paturit të një thjesht të paturit një programi, nuk do të thotë që i qasur qytetarëve me diçka konkrete, për shembull për zgjedhjet e 11 majit, se më vjen ndërmend një video e publikuar nga deputeti i listës mbyllur Partisë Demokratike, Klevis Balliu, që nxirrte një video ku tregonte tryezat e qytetarëve përpara 11 majit, që ishin le të themi në skamje, bardhëzi, dhe si do të ishin pas 11 majit, dhe vetëm kaq. Pra, thjesht ne do t'ju mbushim tryezat. Pra, edhe nga krau tjetër, fakti që ka një program, nuk do të thotë që është një program i mirëfill dhe shpjegues, shtërues për qytetarët. Do ishte shumë mirë sikur shqiptarët të votojnë në bazë të programeve. Por shqiptarët ende votojnë në bazë të preferencave politike. Çka do thotë për ata është më pak e rëndësishme është programi apo se çfarë ofron një forcë politike nga ajo se cila është bindja e tyre politike. Duhet të kalojnë disa breza për të parë programin. Por nga ana tjetër, edhe fakti që Partia Demokratike sot ka një program, ato e shikojnë si, okay, është e rëndësishme, por duhet të vijmë me një program për të ardhur për të patur një rotacion të pushtetit. Dhe nga ana tjetër, një tjetër pikë që kanë shqiptarët është se nuk mjafton vetëm të prezantosh programin në tryeza të mëdha. Shqiptarët duan që të shkosh në banesën e tyre, të rrokasësh në derë, të shkosh për çdo rast, sidomos deputeti i zonës, dhe mos thuaj se ajo e përcakton të ardhmen për 4 vite. Sidomos në zonat rurale në Shqipëri është shumë e rëndësishme nëse në lagjen e tyre do shkojë një deputet dhe jo vetëm të kujtohen për elektoratin e tyre në prag të zgjedhjeve apo kur kanë zgjedhje për bashkitë. Çka do thotë që është shumë e rëndësishme sot kontakti i drejt për drejt me elektoratin e tyre. Po shkojnë deputetët apo e kanë mendjen në diasporë? Ka deputet të cilët shkojnë, e kanë bërë prej vitesh jo vetëm në fushat elektorale dhe ato janë të rëndësishëm në zonat e tyre dhe kanë ato votën e tyre preferenciale më shumë se sa partijake, edhe kur sidomos kur është dhe me partinë që ato duan, dhe kjo është një plus, por deri më tani është dhënë. Kjo është interesante, me partinë që ata duan, jo me programin që ata duan. Po, ne po e cekem dhe këtë që programi do ishte shumë mirë sikur donin programin, po janë me partinë dhe me preferencat politike. Deri më tani ka qenë rëndësishëm elektorati i cili do në diasporë. Tani do filloj dhe fushata edhe në Shqipëri, pasi është vota më e madhe është këtu dhe është e rëndësishme, pavarësisht se duhet themi që takimet kanë filluar kohë të fundit, javët të fundit, ku janë çdo paktën nga të dyja palët, por do të përmbyllin edhe këtë pjesën e fushatës, ku do rikthehen edhe gjatë 30 ditësh ku është edhe zyrtarisht fushata elektorale, pavarësisht se ne kemi parë që tashmë prej më shumë se disa javësh, të dyja palët apo të gjitha palët janë në terren dhe duke referuar votës së diasporës, tashmë është e rëndësishme për të bindur ata për të votuar. Sidomos ata të cilët janë regjistruar duhet të votojnë se pasi nuk përfundon këtë procesi. Vërtet janë rreth 250.000 veta të cilët janë regjistruar, por sa prej tyre do votojnë? Sipas Partisë Socialiste do votojnë rreth 170.000 veta. Dhe këto vota do të ndahen në mes këtyre dy forcave, por edhe partitë e reja, duhet themi, të cilat janë regjistruar për këto zgjedhje, mund të marrin disa nga kjo. Diasporën e kanë pikën e tyre të fortë. Por për të rikthyer pak tek Partia Socialiste, duke qenë se ti e ndjek edhe prej vitesh, fakti që një pjesë e deputetëve janë në listë të hapur, pra që nuk janë të sigurt, le të themi kështu. Çfarë tregon për garën brenda Partisë Socialiste? Pra si po sillen? A ndihet në pak ajo, le të themi, fryma e pasigurisë, ndoshta deri diku, frika që mbase nuk mund të rizgjidhen deputet? Ka paqartësi dhe pasiguri. Është më shumë luftën e kanë me njëri tjetrin se sa me kundërshtarin politik, pasi ende nuk kanë dalë në fushë për të mbledhur vota për sa përket votës së Partisë Socialiste. E Majta ka të paktën si strategji që të marrë votat e së Majtës. Jo të shkojë pasi sot për mandatin e 4 nuk mund shkojë të marrin votën e elektoratit gri, pasi është pothuajse e pamundur. Dhe vetë zoti Rama në takimin që ka pasur të mbyllur, ajo ka bërë që duhet të marrim ato vota të cilat janë të Partisë Socialiste. Çka do thosh, ato që janë në listë hapur dhe shkojnë te ky grumbull votash, ato janë të ndarë në zona, janë të ndarë, për shembull në Tiranë janë të ndarë në njësi, dhe duke referuar të dhënave 2021, të gjithë deputetët të cilët sot janë në listë hapur përbën 41% të votave që ka marrë Partia Socialiste në 2021. Çka do thotë që këta duhet të marrin vota, por ata kanë probleme me drejtësinë disa prej tyre. Nga ana tjetër, për shembull, ka njësi ku ka patur problematika, për shembull, prishja e shtëpive dhe kanë patur problematika të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në votën e tyre dhe janë të friksuar se si mund të ndikojnë në rezultatin e 11 të majit. Nga ana tjetër,
ka ende kandidat, jo deputetët, por kandidatët cilët nuk janë deputet, për shkak të rënditjes në fletën e votimit, pasi rënditja në listën e hapur bëhet si pas rëndit alfabetik të biemrit, jo si pas rëndësisë që ka dhënë kryetari i partisë kandidatit. Nëse Fiorella e ka mbiemrin me B, do jetë përpara një kandidatit cili e ka mbiemrin me Zh. Po jo se unë jam më rëndësishme se kandidati me mbiemër që nis me mbiemër Zh. Kështu që kjo do të thotë që nuk varet se si të ka rëndit, nuk është rënditja e kryetarit, por është rënditja e që mund të prishi punë rënditja, pra kush është i pari? Jo, faktën me disa që kanë kontaktuar kanë menduar që ai rënditja është e kryetarit dhe kanë menduar që nëse është ky, po marrim shembull në Durrës ka 14 mandate, 5 janë në listën e mbyllur dhe të tjerë të cilët mund të marrë për shembull Partia Socialiste 8 mandate, ato kanë menduar që ato të tre të tjerët janë ato që janë vendosur dhe kanë më shumë shanse për të bërë deputet, por kjo nuk do thotë asgjë. Pasi ai që është në fund, dhe pse është rënditur në fund, mund të marrë një vot më shumë, më tepër se sa ai që është me i rënditur sipas mendimit të tyre të kryetarit. Edhe një batut fundit, a është ky spektakli, le ta themi show në rrjetet sociale, Rama Basha, shëmbulltyra ideale e këtyre programeve me pak cilësi, ta themi kështu, e partive politike? Duhet themi që risia kësaj here është zotit Basha, jo zotit Rama, se zotit Rama i ka bërë gjithmonë këto batuta dhe këto transformuar. E ka përdorur filmin, ta themi kështu, zotit Basha? Zotit Basha, filmin po ja jep dhe po e mban në lojë zotit Rama. Por kryeministit i intereson që të faktorizoj Lulzim Bashën. Sepse zoti Basha edhe me këtë faktorizim, përveç se është prezent në media, mund të shkoj prezent në një elektorati, i pëlqen që reagon me këto bën 77-313 i thot kryeministit Rama, dhe mund të marrë një votë të cila nuk shkon nga votat e Partisë Socialiste, do marrë votat nga Partia Demokratike. Çka do të thotë që do t'i prish punë Partisë Demokratike nëse zoti Berisha, nëse zoti Basha do të faktorizoj. Strategji interesante duket nga ana e kryeministit. Po kryeministi Rama nuk mban në lojë publike njerëz që nuk ka një strategji të tij. Kështu që edhe zoti Basha e di sepse ku ka shkuar episodi? Çfarë seriali është? Është te seriali do të jetë 6 ditën e sotme, dje ishte 5, pasi shikojmë që ka nga Shqipëria në Athinë, në Dhomën e Gjumit, kudo janë këto vite të cilat. Në Dhomën e Gjumit ishte. Jo, në Dhomën e Gjumit, cigaret që ja kanë mbaruar njëri tjetrin. Kujtojnë kohën kur ka qenë bashkë marrëveshja 17 majit. Por duhet të themi që të dyja palët e dinë shumë mirë se çfarë po bën, por kjo ju intereson. Dhe nga ana tjetër duket që kjo loja tyre që për disa mund të jetë thjesht batuta apo shaka, për ata mund të kthehet në një strategji elektorale. Zoti Rama po përdor për të marrë vota zoti Berisha. Po e priste zoti Basha të ishte kaq shumë qendër vëmendjes? Po e priste se me sa duket e një mirë zoti Rama dhe për shkak që ka qenë bashkëpunëtor dhe me firmosën e marrëveshjes dhe zoti Basha edhe ka pasur dhe bashkëpunime të tjera, jo direkte ndoshta me zotin Rama, por për sa përket të gjitha fushatave elektorale ka pas një lloj bashkëpunimi me Partinë Socialiste, ka patur oferta nga Partia Socialiste. Ne të gjithë po presim futjen në fundin e telenovelës edhe të zotit Berisha, nuk e di nëse do shfaqet në një seri. Të shohem. Nuk besoj që zoti Berisha do të parë se çfarë do i thot Lasivita për të bërë. Kemi parë zotin Berisha që ka disa video më të shkurtra se zakonisht i mësuar, por jo direkt me zotin Basha, me zotin Rama, pasi zoti Berisha nuk mund të sillet se zoti Basha të flas me, duhet themi zoti Basha ka ndryshuar dhe dialektin. Ai ka ndryshuar 100%. Zoti Basha ka ndryshuar dhe dialektin dhe kjo është kompleksuar duket. Po, duket edhe sikur dhe i shijon, po sepse nuk ka se çfarë të humbë zoti Basha. Se jo, ndoshta kjo është një mënyrë për të. Në këtë momente nuk ka se çfarë të humbë për sa i përket votave dhe zgjedhjeve të 11 maj. Zoti Basha është në momentin që të kap ato votat të cilët mund t'i ketë të sigurta, disa të tjera të cilat me këto gjithë situatë në performancën e tij mund të arrijë të fitojë simpatinë e ndonjërit apo ndonjërës dhe është mjaftueshme për të. Është qartë. Mirë, do ta ndjekim natyrisht dhe ta komentojmë edhe ne pak më vonë. Flor, shumë faleminderit për të marrë. Faleminderit juve. Mirë, ne shkëputemi për pak edhe më pas komentojmë pak edhe zhvillimet e futbollit, të kombëtaren tonë e cila do të luajë sot. Anglinë që u mundëm dhe atë që luhet sot, shanset që kemi për të marrë 3 pikë kundër Andorrës, vetëm pas pak.